Kemi rikthyer prap në Kinotek në Sol. Uroj ta keni shijuar po aq sa ne edhe ju Kiss While Your Lips Are Still Red. Në titull më të shkurtër nuk i gjeni ton Nightwish. Se na bët lëmsh. Pak më shkurt I binde më ha. Kemi shumë gjëra për të diskutuar edhe tani dhe unë të doja të ndaleshim tek aktorët e rinj, tek jeta pedagogjike. Rozi si pedagoge, si është? Se ka dy këndvështrime, këndvështrimi im nga unë edhe pastaj nga tyre. studentët. Unë po flas nga imi edhe cilat janë objektivat e mia në marrëdhënie me një kurs të ri që marr. E para, unë I ndërtoj marrëdhëniet me ta si një familje, sepse besoj që ata duhet jenë të lirë dhe të besojnë totalisht te ky proces. Pra që në krye të herës filloi ne jemi një familje. Dhe këtu ne jemi të lirë të themi gjithçka që mendojmë për të pastruar nga ajo ngarkesë që ti merr nga jeta jashtë. Sepse ne, cila është ajo ngarkesë? Ne merrem me disa paragjykime të cilat mendojmë që kështu duhet bërë kjo, kështu duhet bërë ajo, por në teatr funksionon krejt ndryshe. Shumica vinë me mendimin për të bërë direkt të famshëm, gjë e cila nuk mund të ndodh, ose edhe Ashtu tepër me teatrin. Me teatrin, po edhe mund të ndodh, në varësi të disa rrethanave të tjera. Teatri të bën të rëndësishëm, po jo të famshëm. Mua nuk më intereson fama fare, po fare. Unë e bëj se dashuroj këtë profesion dhe më pëlqen, ndërtoj një realitet artistik, artificial, që merret e ka burimin nga jeta, është një lloj pasqyrimi, pra merret nga jeta, pasqyrohet këtu dhe shkon tek publiku që zgjon ndërgjegje. Dhe ndërgjegjësohen qenie njerëzore për ta pasuruar jetën, për të ndërgjegjësuar mentalisht, për të ndërtuar një diskurs në harmoni të plot me mendjen dhe shpirtin. Besoj që teatri, arti, por teatri në thelb rregullon metabolizmin e një populli. Është shumë e vërtet dhe këtë e konfirmoj plotësisht këtë herë si publik, sepse sa herë që dal nga teatri, pasi kam parë ndonjë shfaqje, jo vetëm unë edhe kush ka qenë me mua, fillojmë të diskutojmë mbi çfarë kemi mësuar ose çfarë na bëri të mendonim kjo shfaqje, po edhe zërat e atyre që ndjekin nga pas në rrugën. Sepse ti reflekton mbi këto fenomene që pasqyrohen aty. Reflekton mbi jetën tënde, mbi atë çfarë ka shkuar, mbi atë që ti po përjeton tani dhe pastaj për një urë komunikimi me të ardhmen, për të përcaktuar direktivat e tua. Teatri në thelb të gjës na unifikon. Pra ti nuk bie në dëshpërim për të thënë që vetëm mua më ka ndodhur kjo gjë dhe mbulohesh aty në guackën tënde, futesh thellë në guackën tënde dhe fillon dëshpërimi, degradimi psikologjik, por ti gjen një dorë që shtrihet atje, thot jemi bashk në këtë udhtim që quhet jetë, edhe duhet ta kalojmë bashk, pra nuk je vetëm në gjithë këtë hall apo në gjithë të qef apo në gjithë shka. Cili është synimi I përbashkët I çdo studenti kur nis shkollën për aktrim? Studentët vinë me qasje të ndryshme. Për shembull, disa duan të bëhen shpejt të famshëm, disa duan formula të thjeshta, sepse jeni edhe brez I taçit juve. Jeni brez I prekjes, del informacioni. Kurse me qenie njerëzore ka nevojë për këto 3 etapa, domethënë procesi I mësimit apo I përvetësimit të këtyre 3 etapave të perceptimit, të receptimit dhe reagimit, kjo është shkolla e tëra. E tëra po në thellësi, sigurisht që këto I kanë proceset e tyre. Unë përpiqem të bëj shumë ushtrime, të cilat mbase në vedijen e parë nuk arrin të perceptohen lehtë. Ato janë ushtrime shumë të thjeshta. Disa I marrin thon po zysha çfarë na bën këto ushtrime kalamajsh. Po sepse ne duhet ta ruajmë fëmijën brenda nesh. Nëse ne humbasim marrëdhënien me fëmijën ton brenda nesh, atëherë
Kemi humbur shumë, kemi humbur gëzimin, kemi humbur dashurinë, kemi humbur gjithçka. Kemi humbur atë entuziazmin e zbulesës, se teatri është zbulesë, ti zbulon gjatë gjithë kohës, zbulon marrëdhënie, zbulon procese njerëzore të jashtëzakonshme. Dhe duke i zbuluar këto ti të kap një entuziazëm i brendshëm i një fëmije, besimi i fëmijës. Siç luan një fëmijë, kur luan me gjithë shpirt, luan atje, hidhet, ashtu duhet ta duash teatrin. Unë do doja të ngeleshim këtu, Viola, po të flisnim pak më specifikisht edhe për vajzat, për studentët e reja të aktrimit. Çfarë formulash që mund të kenë kokë ti u thyen atyre, ose si i edukon dhe çfarë u tregon? A është sfid, po themi, për një vajzë ose për një grua, ndryshe nga një djalë ose një burr, aktrimi dhe po them më gjerësisht arti? Sigurisht që ne jemi të paragjykuar. Një femër për shembull merret më shumë me vështirësi në punë se sa një mashkull, po të krahasosh. Unë gjatë karrierës time i kam pas gjithë këto pengesa dhe vazhdoj t'i kem. Edhe në sisteme vendimarrjeje, në akademi, në procese, meshkujt përpiqen ti distancojnë femrat, sado madje po të panë që ke kapacitet më të lartë, përpiqen shumë lehtë të bëjnë skip. Pra është gjithmonë, unë jam hasur gjithmonë, kurse në marrëdhënie me studentët, pikërisht duke treguar eksperjenca jetësore, edhe të sprovuara, qoftë në lëkurën time, qoftë të marra nga ato që kam lexuar. Si përpiqesh ti orientosh? Po, përpiqem ti orientoj në këtë mënyrë që të jenë nëse ata vërtet e kanë zbuluar, pra po i heq meshkujt, se unë flas për gjithë një lloj, por për femrat që bien pre e disa skema vendoshta, do thoja një abuzimi fizik. Pra, se një femër të bukur, ti e marrin e kështu, por në këmbim i kërkojnë diçka tjetër. Edhe për të mos rënë pre e këtyre gjërave, edhe mbas edhe dikush thot pse më mirë e marr më lehtë kështu se sa ti futem kësaj rrugës gjatë që propozon Zysha. Se është e gjatë kjo rruga ime, nuk është e gjatë, është e stërmundimshme, por ama të jep një kënaqësi të jashtëzakonshme. Sepse unë i paralelizoj të dyja. Nëse ti zgjedh rrugën e shkurtër, do të vi ndot nga vetja, do të vjell vetja jote do të vjell ty. Do t'i vi përshtirë, edhe ti zgjidh pastaj, më mirë të lodhësh, të djersitesh, të strapacohesh, ose sa bukur strapacata. Si ishte ajo shpreha e Bukovskit, se nuk e di se me këtë pjesë më lidhet shumë bukur. Shpreha e Bukovskit është duhet të dehesh me alkool, me verë, me harrova me çfarë sjella ai. Me poezi, me gjithçka. Por ama unë për shembull kam zgjedhur të dehem me teatr. Dehu me diçka. Dehu me një gjë që do, po kjo vjen nga dashuria, vetëm nga dashuria, pra ti duhet të dehesh brenda saj. Dhe te gocat, unë nuk e thash që në fillim më kot që i trajtoj si një familje, pra përpiqem grupin ta bëj, ne jemi një familje. Edhe jo ajo familja që nuk tregohen gjërat, që ke frikë t'ja tregosh mamit apo babit. Jo, familja që ti duhet tregosh gjithçka. Ajo i përket kohës komunizmit ajo familja. Përket jo, po ka plot, se unë dëgjoj të rinj nuk më kupton mami, nuk më kupton babi. Si më s'të kupton? Çka ka me të kuptu ty? Po jo, po s'më kupton. Sepse mënyra se si ti e thua atë shqetësim tëndin, ti veti e duke e paragjykuar së pari. Pra ti e thua të përpunuar kur shkon tek prindi. Pra shkon e përpunuar. Sigurisht mund të ketë edhe prindër pra që vërtet nuk i kuptojnë, bëhen agresiv ndaj tyre ose e qasin me jetën, me rininë e tyre, pse unë s'kam qenë kështu, ti e kështu. Unë kam parime të tjera në marrëdhënie me kalamajt. Unë nuk më pëlqen kur të them jo. Unë them po, por. Dhe por është shpjegimi. Pse? Edhe unë dua një por edhe nga ti. Pse ti e do këtë gjë dhe çfarë pritshmërish ke nga ajo gjë? Pra le të bëhet dialog, se po u bë monolog, ti ndërton një vet dialog të brendshëm, unë me Esin luftojnë brenda teje. Dhe pastaj ata krijojnë
krijojnë një të tretë, një përbindës të tretë që ti paragjykon për shkak prindin apo dikë tjetër, ku edhe gjejnë prehje tek disa gjëra të tjera që janë më të dëmshme akoma. Edhe unë them, jo gjithçka duhet treguar tek shoqëria, se përgjithsisht e kanë këto. Ja tregojnë se nga që mungon koncepti i psikologut. Edhe tek ne në Shqipëri, psikologu është shoku, shoqja. I thuhet i nxirren zorët e barkut aty dhe pastaj pas ca kohësh të kthehen mbrapsht ata nga ajo miqësi. Prishet ajo miqësi, se i ke dhënë vetë armët. Edhe thuti manguli thikën pas shpinën, jo, thikën ja ke dhënë vetë. E thjesht anguli. Si është anguli, është krejt normale të angul. Po thikën ja ke dhënë vetë, pra ja je vetë armët. Dhe pastaj thua, wow, ç'më bëri? Po ç'të bëri, asgjë s'të bëri. Aty që do ta bënte kushdo. Se në fakt më përmende konceptin e psikologut dhe po e mendoja që aktori apo kushdo që merret me art, po sidomos tek kinematografia apo tek teatri, duket sikur ka një peshë emocionale shumë të lartë edhe që mendoj në një pikë apo në një tjetër edhe ty vetë të ngarkon. Mendon që është një koncept i cili duhet të integrohet më shumë pikërisht psikologu për artistët? Është një lloj psikologjie tjetër në fakt, sepse vetë teatri është psikoterapi. Që në kryet herës është psikoterapi. Teatri ka filluar në përshpella, kur çunat dinin e vrisnin kafshët, edhe vinin këtu dhe ju arrëfenin njerëzve të tjerë tek zjarri edhe hijet e tyre pasqyroheshin në mur, se si ata e tregon, e rrëfenin mënyrën se si i kishin vrarë atë kafsh. Sigurisht që e plusonin, se ne gjithë e plusojmë kur bëjmë diçka. Ne e zmadhojmë se duam që ti ta pëlqesh atë, të duket fantastike, që sikur vetëm ti e ke bërë. Ky sikuri është magji. Pra, duke filluar që në gjeneza ajo ka ardhur, çfarë i bën atyre që shikojnë? Ata i çliron në një lloj ngarkese të ditës, stresit e tjerë e tjerë. Kështu pra është psikoterapi për të dyja palët, edhe për ata që shikojnë edhe për këta që përjetojnë. Se të dyja palët përjetojnë përgjithsisht, ëh. Jo, se më duket sikur janë aktorët apo regjisorët që mbajnë peshën emocionale ndërkohë që çlirojnë publikun nga një emocion i caktuar. Jo, ne duhet ta shijojmë atë që bëjmë. Nëse nuk e shijojmë, atëherë ndërtojmë shumë mure dhe na dëmtojnë brenda. Besoj që tashmë perceptimi për aktrimin nuk është që ti të stërmundohesh, të krijosh një dhunë, ti krijosh një dhunë trupit dhe mendjes tënde, shpirtit tënd, po përkundrazi për ta çliruar atë. Jo, se nëse ne i krijojmë një dhunë, atëherë nuk bën efekt. Shiko, se nëse të kam kuptuar drejt Viola, një element i kësaj mund të jetë si e bën një aktor profesionist ndarjen midis vetes së vet dhe rolit, kur roli në ato moment të performimit është vetja. Pyetje shumë interesante, por ne përveç procesit teknik që kemi për ta hulumtuar këtë hartë, është si punë harte teksti. Është një hartë. Ti kur shkon diku merr një hartë. Edhe orientohesh. Kjo është kjo ndërtesa këtu, unë duhet shkoj këtu dhe i gjen rrugën. Edhe ne në fillim bëjmë këtë. Ky është procesi teknik i zbërthimit të tekstit. Pra duke marrë informacione për autorin, kur është shkruar, kur është vendosur vepra, kur çka ka ndodhur me deri sa vjen tek elemente tekstual që është dialogu. Dialogu zbërthehet në bazë të interesave, qëllimeve e tjerë, rrethanave dhe ai çfarë neve na udhëheq është qëllimi që personazhi ka. Dhe ju e dini shprehjen machiavelliane që qëllimi justifikon mjetin. Kështu që në këtë parim, qëllimi justifikon mjetin, ne nuk duhet ta paragjykojmë personazhin ton gjasme kur bëri diçka keq nga ana sociale shoqërore. Se nëse unë e paragjykoj atë që kam për të luajtur, nuk arri dot të jap vlerën e duhur skenike. Kështu që gjërat shkojnë gradualisht në mënyrë shumë organike. Dhe vjen një proces që për shembull ky personazh ka shumë të kundërta ndaj meje. Çfarë duhet bëj, cili është mënyra se si unë duhet i përftoj këto. Prandaj thash të luash të përjetosh një jetë tjetër. Edhe ai është kalimi që ti duhet ta pranosh, ta motivosh personazhin ton që ka të drejtë që po e kryen këtë veprim për 1 2 3 4 5 arsye
Edhe kështu fillon t'ja japësh dorën personazhit tënd dhe filloni të rrugtoni bashkë. Se në fakt e bër jashtë skene, kjo është patologjike. Ajo është smundje. Është smundje, dhe ne këtë na duhet ta ruajmë në teatr. Prandaj po them. Ky është problemi. Edhe kur vinë njerëz, kur vinë në konkurs, ne këtë duhet shikojmë. Dhe unë jam goxha skeptike për ta parë çfarë elementesh ka ky person. Pra mundet do të se është racionaliteti duhet jetë se s'bën, i pranishëm në rrugën tonë. Se s'mund të jesh patologjik, po nëse je patologjik ti i vret gjithë aktorët e tjerë. Larg qoftë. Prandaj procesi i racionalizmit, prandaj ka punë teknike. Pra procesi i parë është për ta njohur këtë hartën, jo duke u përfshirë emocionalisht që në fillim. Se ti se njeh, s'ke se si përfshihesh, se nuk e njeh. Çfarë janë, cilat janë rrethanat e tjerë e tjerë. Pra duke bërë punën teknike, ti shkon gradualisht në një proces të përjetuarit me gjithmonë me koshiencën që jam unë në këto, jam unë, asnjëherë duhet ta humbasësh unin. Ata që ne i quajmë patologjik janë ata që humbasin unin. Skizofrenia, po që ti uni yt bëhet dikush tjetër, po them. Megjithmonë, jo në rol. Jo, nuk bëhet dikush tjetër, jam unë. Jam unë e futur te kjo gota, ky është kostumi. Po. Këtu uji ka brenda. Po mund t'i futësh edhe verë, mund t'i fush edhe, pra karakteri im është ujë, i joti është verë, i tjetri. Qartë. Por ama ky është karakteri i dhënë. Ju ma dhat këtë gotën. Ka këtë logon dhe gjithë që e shikojnë është kjo. Radio Sol, do thotë, po se çka ka brenda di. E drejtë, e kuptoj shumë qartë. Një shpjegim shumë i bukur. Roz, ka ndodhur ndonjëherë se kam përshtypjen ai shumë student sa edhe po janë 25 vite që jap mësim, kështu që që ti ke thënë ndonjë studenti nuk je për këtë gjë. Dhe ndoshta ai ke bërë dhe nder, se mund kishte harxhuar kohë. Ky është problemi. Dikur jam përpjekur me atë mendimin për ta ndryshuar botën. Tashmë kam hequr dorë se nuk ndryshon bota, sigurisht duhen shumë zëra për të ndryshuar diçka, po kur ti e shikon që je vetëm, unë sigurisht nuk heq dorë nga puna, absolutisht, por e shoh që nuk e ndryshoj dot dikë, edhe kam filluar ta them që po, duhet shikosh gjësh diçka tjetër, por dikur ishte shumë e vështirë. Shumë e vështirë sepse e merrnin tragjike. Dhe ishin më të përfshirë, ndërkohë që sot janë më pragmatiste dhe besoj ç'a ndodh edhe me jashtë, sepse ka lëvizur Shqipëria, kanë shku, kanë dalë, dhe nuk kanë problem, nuk quhet mbetje në klasë, ne kemi tabu, ke ngel, bonami. Po jo më s'ke ngel, ti ke provuar këtu, e shikon që nuk jep dot maksimumin. Pse mos provosh diku tjetër që mund t'japësh maksimumin? Edhe kjo është liri zgjedhjeje. Pra provon, nuk shkon s'është fundi botës. Nuk është fundi botës për asgjë. Për dikë mund të jetë, për shembull, skena e teatrit mund të jetë ëndra më e madhe, se ja kanë thënë edhe këtu nis problemi që nga shoqëria, nga njerëzit që na rrethojnë, kanë thënë gjatë gjithë kohës, ti je i talentuar burrë dhe duhet të shkosh patjetër. Ata se din na je ti i talentuar apo jo. Kështu që mos ti besoj më njerëzve që po s'ke se si ti besosh. Shumica e vazhdojnë shkollën se i thot mami e babi sa i bukur je dhe duhet shkosh artist. Je dakord me këtë gjën që po bën? Artist. Vëre një tendencë që ndodh tek prindrit modern, të cilët shpeshherë janë refuzuar që të ndiqen me kurse dhe me dëshirat e tyre nga familja, që tek fëmijët fillojnë edhe kultivojnë për shembull aktrimin nëse kanë pasur fiksim vetë dhe nuk e kanë bërë dot. Modelingu nëse mami ka pasur dëshirë të bëjë modele po nuk u bë dot për disa kushte dhe rrethana tjera. Muzikën edhe tek një fëmijë i cili mund të mos ketë as vesh veshët kështu si Çfarë mendon për këtë? Kjo është problem shumë i madh. Është problem shumë i madh me ne prindrit. Pra ti duhet ti jesh i plotësuar vetë një herë që të mos arrish t'ju marrësh jetën fëmijëve, se për mua ja merr jetën. Unë dua që fëmia im le të zgjedhë vetë ç'a do të bëj. Ai është pavarësisht nga ty, është qenie ekziston pavarësisht nga ti, pavarësisht se ka lidhjen me ty, por ai është komplet tjetër gjë, është botë tjetër komplet. Dhe duhet ta lësh të zhvillohet ajo botë. Edhe të gjej rrugën e tij. Nëse unë e ushqej me çdo gjë timen, unë jam duke bëj zgjatim timin asgjë më tepër.
edhe je duke ja marrë jetën, edhe ai s'do jeti i lumtur, s'do jeti i kënaqur, s'do jeti i gëzuar. Unë mbaj mend para shumë vitesh më tha nuk ishte studenti imi, por çrën si ka, ishte student, i thashun po si e morë vendimin për të bërë, se e ndjeja që vinte me përtesë në prova, nuk kishte dëshirë. Nuk se duhet kesh pathos. Duhet ta duash atë gjë. A vihet në punë tani, po shkove në punë. E bën një herë, dy herë, nuk e bën dot gjithmonë. Nuk është punë për ty ajo. Kaq që thjesht po ta thot qenie aty, nuk është për mua dhe pikë. Edhe më tha, unë e kam vazhduar shkollën vetëm se më thoshte mami, ti je ylli bukur, ti duhet bësh aktor, ti je aktor, je artist. Më mami ka parë telenovela turk. Po paraqitja nuk është gjithmonë, mund të jesh shumë i bukur, del atje në skenë, nuk ke shpirt. Okej, ra poshtë ajo bukuria. Po besoj që nuk është kriter për teatrin, jo, tashmë jo. Bukuria, sepse unë kam përshtypjen një mimikë e cila mund të rrudhoset më... Po pra shpreh, s'ka nevojë të rrudhoset, okay. S'ka nevojë të rrudhoset, mund të shpreh. Kisha nëse si kur bëjmë kuptova. Na doli nga shpirti.